mrena 10 viteve, do me thonë një dekade, kom humb 3 vllazërit. Për një motër është shumë e rëndë. Kam humb shumë. Shumë kom humb. Bashortët e vllazëneve unë i kam gjallë. Janë të jetu, janë me fëmijë, e kanë vështirë jetën, është normale. Po motra është diçka tjetër. Për mrena vetës je shumë njeri shkatru. Po kur e shen nanën tonë që e ki gjallë edhe nalesh edhe thu, ka dalë se kjo e ka ma vështirë se unë. Asnjë nip edhe asnjë mes nuk i thiri emën. Apo? Gjithë i thiri djali jem, qika jem. Qysh 2015 në një përballë me, moj me thonë me dhimbje më të madhen tjetës, me vllahën tem të voglin, kur më ka ndru jetë. Me thonë ka hup jetën në mënyrën tragjike, edhe deri më tani, kom pas, me thonë, mrena 10 viteve, do me thonë një dekade, kom humb 3 vllazërit. Me thonë, kom humb krahët e mi. Që, moj me thonë që veç dhimbjen e nanës, ndaj tyne nuk moj me di, se di, munona me patën anë, po nuk e di qysh është. Po për një motër është shumë e rëndë. Se unë, kur analizoj, thëmë, kam humb shumë. Shumë kam humb. Unë e kam gëzu besimin e botës prej vllaznive të me. Kur thëmë besimin e botës, vërtet është se besimin e botës e kam gëzu prej vllaznive të mi, edhe prej bashortëve tyne. Pse? Pse më kam besu dhuratën ma të çmueshëm tyne, fëmijët e tyne, mi marrën e çdo pushim ku jem shku. Ku kum dasht unë i kum pas fëmijët e tyne për mas. Edhe kur analizoj tash, le dhimbja, po ajo egoja jem personale, se njeri kur të vdes shkon, më thonë e përfundon, ai nuk ndëgjon mo. Mirë, po pjesa tjetër që mbesëm, është seriozisht shumë e vështirë mi a dalë. Se dhimbje tjetër, dhimbje normal kanë bashortët. Po. E tyne se, po du me cekë edhe këta, mi u shfrytzu pak juve, se me një intervistën tjetër, ku pa shumë komente që më ka thëmë se s'pi përmen bashortët. Po unë në atë intervistë kom folë vetë si motër. Edhe kur është dhimbja e motrës, në me thonë që fletë për vlla, zinxhiri është pak ma largë të bashortët e vllazënve. Jo, unë fatmirësisht gëzoj respekt shumë të madh, edhe pse si kam vllaznit, prej bashortëve tyne dhe prej fëmijëve. Po, lidhja zinxhirore është tjetër gjë, zamër, fundit bashortët e vllazënve unë i kam gjallë. Janë të jetu, janë me fëmijë, e kanë vështirë jetën, është normale. Po motra është diçka tjetër, dhimbja e motrës është tjetër gjë. Unë thëmë, vllau për motrën është ombrella më e madhe. Ata është paramendosh ti kish 3 ombrella dhe të humbin gjithat, me të vërtetë se një është njeri i shkatrum. Për mrena vetës je shumë